se konsideroj që vishte na është që kjo mundësia, hajtë bret lut na kontrollojmë se i kun bo 2 orë rrugë. Dëmë thonë shtetet e tjera atje dhe 20 orë bën një rrugë, nëse s'ke caktu termin, ki me prit, po prap ki me u kthy të shtëpia. Dëmë thonë është ajo, najherë mendoj që kemi ende një lloj familiarizimi edhe me mjek, sidomos tash gjeneratat e reja që e keni një qasje nështë komplet ndryshe prej mjekve që kanë qenë dikur edhe mendoj që po keq përdorët her pas here. Pavarësisht qasjes që unë mendoj që është shumë korrekt edhe një qasje e afërt me pacientin, në mënyrë që edhe pacientit të krijohet një lloj empatie ndaj pacientit për gjendjen e tij dhe të japim atij hapësirë për me shpreh çdo ankesë ose shqetësim që ai paraqet. Duke bazuar përvojën shëndetësore që kanë pasur në sistemin primar e konkretisht në sistemin e urgjencave primare, në shumicën e rasteve është e kaluar edhe ajo pritshmëria e një doktori për me ofru një shërbim shëndetësor që më ka dukur në disa raste dhe pa mundshme që unë personalisht kam arrit me kontrollu një numër aq të madh pacientëve edhe shumica aty në të panevojshme.